dhuhurul fuhsh, wa qati'atur rahim, wa su'ul jiwar. Përhapja e moralitetit, kputja e lidhjeve farefisnore dhe fqinjëria e keqe, fqinësia e keqe. Pra fqiu do t'i bëj zullum fqiut. Të tre gjëra pejgamberi alayhis salam i ka përmend në një hadith. Pra në një hadith i ka përmend të tre këto gjëra. Dhe padyshim se ato kanë ndërlidhje njëra me tjetrën. Andaj edhe do t'i përmendim si një shenjë vetme, edhe pse në realitet ato janë tre shenja të ndryshme të kiametit. Mirë po, përmendja e tyre në të njëjtin hadith nga pejgamberi alayhis salam tregon se shfaqja e tyre do të jetë prafërsisht në një kohë të përafërt. Kur do të shfaqet njëra, do të shfaqen edhe dy të tjerat. Thot pejgamberi alayhis salam: "La takumu sa'a hatta yadhhara al-fuhsh wat-tafahush." Nuk do të ndodh kiameti derisa të shfaqet amoraliteti, derisa morali i njerëzve të bijë në një shkallë shumë të ulët. Fuhsh i thujnë në terminologjinë e islamit, fuhsh, pra në terminologjinë e shariatit i thujnë mëkateve të shëmtuara, që jo vetëm se janë mëkat, po edhe janë të shëmtuara dhe të irrituara. Pra nuk janë mëkate thjeshta, po përveç asaj janë mëkate të shëmtuara. Pra të gjitha mëkatet janë të këqija, mirë po fuhsh, kur i thuhet fuhsh, do më thonë është tepër i pamoralshëm. Dhe në këtë hynë zinaja dhe të ngjashmet. Pra fuhsh hynë zinaja dhe të ngjashmet, kur njeriu pra degradohet totalisht. Thot pejgamberi alayhis salam: "Min ashrati sa al-fuhsh wat-tafahush wa qati'atur rahim." Prej shenjave të kiametit është amoraliteti, immoraliteti i madh, kputja e lidhjeve farefisnore, farefisi me njëri tjetrin nuk i kanë marrëdhëniet si duhet, duke filluar prej vlla me vlla e më tutje. Pra i prishin marrëdhëniet, mohabeti nuk është si takon pra një familjeje. Madje prej qëllimeve të atyre të cilët i udhëheqin politikat globale është që ta shkatrojnë qelizën e familjes. Pse? Sepse atëherë më lehtë i manipulojnë, pra. Më lehtë i manipulojnë, sepse nuk ka individi se me çka të mbahet dhe me çka të forcohet. Andaj është një individ, një njeri, nuk ka rreth, nuk ka familje. Andaj shkojnë në atë sistem që prej 18 vite komplet të largohet pra prej prindërve, po edhe mes veti mos jenë. Andaj edhe familjet e tyre janë të shkatruara. Pra flas për ata të cilët kanë ra më shumë në kthetrat e këtyre politikave. Pra në Perëndim për shembull rrallë mund gjesh ndonjë familje që është si duhet. Divorcet e mëdha, ndarjet e mëdha, nuk i flasin njëri tjetrit, nuk e din se kanë ka fis, kanë ka familje. Nuk është i nevojshëm fundit për ata, e ka punën e vet, rrogën e vet, e ka shoqërinë e vet, edhe ato ndrohen prej kohës në kohë, prej interesit në interes, pra nuk janë ashtu si kërkon Allahu subhanahu wa taala prej tyre. Dhe padyshim se të tre këto gjëra janë prej mëkateve më të mëdha. Dhe e treta që e përmendi pejgamberi alayhis salam në hadith është fqinësia e keqe. Kur fqiu i bën zullum fqiut, nuk i fol apo i bën zullum, ja merr për shembull, dhe kjo është forma të ndryshme, duke fol keq për atë, duke ja marrë një pjesë të tokës. Pra ka ndodhur kjo, të gjithë ju ndoshta dini raste kur për shkak të një pjesë të tokës janë vrarë, fqiu me fqiun. Të gjitha këto janë shenja të kiametit, kur njerëzit pra e gërsohen, ju humb morali, ju humbin lidhjet familjare, edhe plus lidhjet shoqërore bazike, esenciale, e që janë mes të fqinjeve, edhe këto i humbin. Këto janë shenja prej shenjave të kiametit. Pejgamberi alayhis salam, duke potencuar rëndësinë që e ka mbajtja e lidhjeve farefisnore, pra
mbajtja e lidhjeve farefisnore, thot inna Allahe khalaqa al-khalq, Allahu i krijoi krijesat, hatta idha faraga minhum qamat ar-rahim, kur i përfundoi gjitha krijesat, u ngrit farefisi, pra lidhjet farefisnore u ngritën në formë të një krijese për t'u ankuar tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe i thojnë Allahut subhanahu wa taala, pra lidhja farefisnore i drejtohet Allahut subhanahu wa taala dhe i thot: unë thot kërkoj ndihmën tënde që mos të kputem, që mos të më këputin mua. Atëherë Allahu subhanahu wa taala i thot lidhjes farefisnore, edhe pse këto janë gjëra abstrakte, mirë po kur don Allahu subhanahu wa taala bëhen konkrete dhe flasin, siç do të flasin shumë gjëra abstrakte në ditën e gjykimit, veprat e robërve, toka e kështu me radhë, shumë gjëra do të flasin. Kur don Allahu subhanahu wa taala një gjë e tillë ndodh. Atëherë Allahu i drejtohet lidhjes farefisnore dhe i thot: a nuk je e kënaqur që une ti mbaj lidhjet me atë i cili i mban lidhjet me ty, dhe ti këpus lidhjet me atë i cili i këput lidhjet me ty. Pra kjo tregon në rëndësinë e mbajtjes së lidhjeve farefisnore, lidhjeve familjare. Dhe ai i cili i këput ato, Allahu subhanahu wa taala i këput lidhjet me të. Allahu subhanahu wa taala i këput lidhjet me të. Dhe Allahu subhanahu wa taala i përshkruan kështu jo besimtarët në një ajet kuranor, ku ju kërcënohet duke thënë: fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Thot, nëse ju zbrapseni prej mësimeve të mia, atëherë do të bëni fesad në tokë, do të shkatroni në tokë dhe do t'i prishni lidhjet farefisnore në mesin tuaj. Kështu i cilëson Allahu subhanahu wa taala jo besimtarët, apo ata të cilët nuk i pasojnë mësimet e tij. Pastaj tregon se cili është dënimi për këta njerëz, për këta që bëjnë fesad në tokë, bëjnë shkatrime në tokë, bëjnë zullum në tokë, shkatrojnë pronat e të tjerëve me pa të drejtë, e derdhin gjakun e të tjerëve me pa të drejtë. Cili është dënimi i këtyre? Thot Allahu subhanahu wa taala: ulaika alladhina la'anahumullah. Të tillët Allahu i ka mallkuar. Fa asammahum wa a'ma absarahum, dhe i ka bërë që mos të dëgjojnë dhe mos të shohin me shikimet e tyre, pra mos dëgjojnë dhe mos shohin të vërtetën. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. A nuk e analizojnë Kur'anin, mirë po jo, zemrat e tyre kanë dryna. Zemrat e tyre kanë dryna. Kështu Allah subhanahu wa taala pra i cilëson pabesimtarët, dhe përveç saj edhe ju kërcënohet me mallkim. Ai i cili bën shkatrim në tokë me pa të drejtë dhe i këput lidhjet farefisnore me pa të drejtë, ai pra kërcënohet, është i kërcënuar që të mallkohet dhe të dënohet. Ndërsa sa i përket lidhjeve me fqiun, pejgamberi alayhis salam thot: men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Kush beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit, mos ta dëmtoj fqiun e tij, mos ta dëmtoj fqiun e tij. Dhe krejt kjo pra, morali, këputja e lidhjeve farefisnore dhe dëmtimi i fqiut, krejt këto e bëjnë jetën e njerëzve të hidhur, të keqe. Dhe e kundërta e këtyre e bëjnë jetën e lumtur. Kur njerëzit kanë moral, janë të ndershëm, kur ata pra e respektojnë familjen e tyre, i mbajnë lidhjet familjare, dhe kur ata e respektojnë fqinjshmërinë e tyre, e respektojnë fqiu fqinjin, e kështu me radhë, kjo pra ja lehtëson dhe ja bën të lumtur jetën e krijesave në këtë botë. Andaj padyshim se çdo urdhër i Allahut subhanahu wa taala është për të mirën e njerëzve, dhe çdo ndalesë e tij është po ashtu për të mirën e njerëzve, sepse veprimi i saj është dëm për ata, është keq për ata.